Përshëndetje miq dhe mirë se erdhët në studion e emisionit Pa Gjurmë. Jemi live këtu në ekranin e Report TV, ku si çdo ditë dhe sot do të jemi rreth 1 orë në transmetim. Në fakt vetëm përpara 2 ditëve në studion e emisionit Pa Gjurmë, unë pata një nën e veshur kokë këmbë të zeza me foton e printuar të djalit të ndjerë të saj në qafë, që erdhi dhe rrëfeu një histori të dhimbshme, pasi kishte humbur të birin nga kjo jetë, nga një goditje fatale nga bashkëfshatari i tij dhe pikërisht bëhet fjalë për Alket Vojën, dashur miq. Regjia do më ndihmoj me foton e Alket Vojës, një 48 vjeçar, i cili fatkeqësisht në datën 1 tetor të vitit 2024 u godit nga bashkëfshatari i tij në portën e kishës. Pas 2 muaj në koma, Alket Voja ndroi jetë dhe nëna është duke të lënë. O biri nënës. Eqi foton, regjia ishki foton urgjent. Ka shikojnë ata këtu në zbardhi faqen. Në zbardhi faqen me djalin tim. O, se zonë për djalin. Të lutem. Një djal të vetëm kisha, se zonë nënë. I ton kotë. Më falë. Jo, unë të mirë kuptoj, dua vetëm ti të jesh e qetë në të transmetim, ja, do rri. E kuptoj dhimbjen që ke. Vite gjysëm e zëzën nën. Ndërkohë që të përshëndes Vangjeli, nuk je vetëm sot, është dhe vajza juaj, motra e viktimës. Përshëndetje e dashur. Dhe unë një përshëndes. Dhe sot kam të ftuar dhe juriste Nexhi Beqiri. Përshëndetje Nexhi dhe mirë se erdhe. Më ke ftuar në një rast shumë të veçantë. E kuptoj shumë mirë dhimbjen e kësaj nëne, djali i saj, goxha, djal burr i rritur me jetën e vetë, të ndërtuar siç e ka dashur ai, me paratë e veta, në punën e vetë, dhe vjen tani të bëj diçka të mirë në kujtim të babait vet, edhe të iki nga kjo jetë është shumë fatale. Shumë e rëndë dhe të gjesh dhe arsyet që pse ajo e bën akoma më të rëndë. Dhe thua ti që a ka njerëz të përgjegjshëm në këtë vend? Si mundet arrihet në vrasje në një rast pa arsye, pa shkak? Ne këtë histori e kemi trajtuar vetëm përpara 2 ditëve, për të gjithë besnikët e emisionit Pa Gjurmë e kanë parë emisionin kur u trajtua historia e të ndjerit Alket Voja, nëna me motrën treguan një histori të dhimbshme se si një 48 vjeçar për bamirësi shkoi të rregullonte kishën e fshatit në vendlidhjen e tij dhe një goditje fatale nga bashkëfshatari, ai humbi jetën pas 2 muajve në spital. Dhe për të qenë e sinqert me publikun, atë që mundohem ta bëj çdo ditë, pas atij transmetimi ka reaguar familja e autorit, e cila ka kërkuar të dëgjohet dhe zëri tyre në studion e emisionit Pa Gjurmë, dhe padyshim që ditën e sotme do të kemi edhe zërin e tyre. Por fillimisht, për gjithë ata që nuk na kanë ndjekur, për ta dëgjuar më qartë historinë e Alketit, çfarë ndodhi atë mëngjes të 1 tetorit të vitit 2024, gazetarja Ersela ka përgatitur një material, e ndjekim dhe rikthehemi. Ka histori që nuk harrohen kurrë, histori që lën plagë të hapura dhe boshllëqe që nuk mbushen me asgjë. E tillë është edhe tragjedia e familjes Voja, e cila humbi djalin e saj, 48 vjeçar, Alket Voja, pas një konflikti me një bashkëfshatar. Në një rrëfim prekës në studion e Pa Gjurmë, Vangjeli Voja, nëna e viktimës, tregoi dhimbjen e një nëne që jeton çdo ditë me mungesën e djalit. Zëri i saj i dridhur dhe sytë e mbushur me lot ishin dëshmia më e fortë e plagës që kjo ngjarje ka lënë në familje. Shkaktari i vrasjes së djalit tim është Lat Shuli. Ka dërguar nipin e vet. Dhe ky djali është vrarë në emrin e Lat Shulit dhe në emrin e Nas Shulit. E ka thënë ai, ç'pate me xhain tim. Pastaj pa marrë fjalën djali im, ai ka thënë, po me Nasin ç'pate. Nasi i ka thënë këtu. Këtu ka Anketi. E ka goditur me... I dhe djali goditi këtu me grusht, me dorezë që ka patur, pa ta e fshehën. Djalim ka rënë si listë dhe ka këputra ortën dhe i sportur quri 2 pont. Si pas saj Alketi ishte goditur dhe ishte lënë pa ndihmë, ndërkohë që gjendja e tij u përkeqësua me kalimin e kohës. Ai qëndroi për 2 muaj në koma, derisa ndorroi jetë, si pasojë e dëmtimeve të rënda. Kur ka ndodhur kjo ngjarje? Ju kujt data? Data 1 tetor. 1 tetor të vitit 2024. Dhe kur ka ndruar jetë djali juaj? Ka ndruar jetë 2 muaj i gjysmë prapa. Që i bie 10 orë. Po. Familjarët tregojnë se Alket Voja kishte jetuar për vite me radhë si emigrant, por ishte kthyer në vendinje me dëshirën për të kontribuar në komunitet. Madje kishte shprehur vullnetin për të ndihmuar në ndërtimin e kishës së fshatit.
një njeri me zemër të madhe dhe me ëndra të thjeshta. Nëna dhe motra e viktimës pohojnë se një ditë para ngjarjes, Alketi ishte kërcënuar dhe se familja e tyre nuk ishte thirrur asnjëherë për të dëshmuar në gjykatë. Ata ndihen të anashkaluar, të pambrojtur përballë një vendimi që e cilësoi ngjarjen si vetmbrojtje, duke dënuar autorin me pak vite burg. Ky prokurori tash na kishte bërë gjykim të shkurtuar. U dënua nga gjykata me sa vite? 7 vite. Ati ti ka ngelur dhe sa vite burg? Ati do të keni dhe 3. Dhe 3 dhe si ka më pak do ketë se bërë dhe këto, janë këto falje. Sot kjo familje jeton me një dhimbje që nuk shuhet kur, por edhe me shpresën si një ditë e vërteta do të dalë plotësisht në dritë. Ata kërkojnë që dëshmitarët të dëgjohen, që çështja të rishqyrtohet dhe që drejtësia të mos mbetet vetëm me një fjalë. Edhe dua drejtësi për djalin tim të thirrën dhe dëshmitarët. Në fakt, kjo është historia e kësaj familje, një histori e dhimbshme, një nën, një motor që humbën nga kjo jetë Alketin, djali vetëm i shtëpisë, prej 25 viteve emigrant në Milano të Italisë, erdhi në Shqipëri, u rikthye në fshatin e tij në vendlindje për të bërë një bamirësi për hir të komunitetit që jetonin aty, për të rregulluar kishën e fshatit, duke ndërtuar portën, çezmën, rrugën, gjithçka, dhe në fund, nga kjo bamirësi, ju mori jeta fiks, aty ku ai bëri këto punime në portën e kishës nga një bashkëfshatar i tij. Ditën e sotme, kjo familje e cila ka kërkuar drejtësi pasi gjykata autorin e dënoi vetëm me 7 vite burg, kërkon drejtësi sepse e ka apeluar vendimin e shkallës së parë dhe regjia të më ndihmoi edhe me vendimin e gjykatës, shkalla e parë, e cila e ka dhe zonja Nexhi këtu në tavolinë, ku gjykata vendosi deklarim fajtor të pandeurit, Lorenz Shuli, për kryerjen e veprës penale plagosje e rëndë me dashje. Ndërkohë që personi që u plagos, pikërisht Alket Voja, ndroi jetë nga kjo goditje fatale pas 2 muajve. Dhe pse familja e ka apeluar këtë vendim, ka mbaruar edhe, le të themi, shkalla e dytë, është marrë vendimi dhe ka lënë në fuqi shkallën e parë, ndërkohë që kjo familje kërkon drejtësi, ndaj ka ardhur në studion e emisionit Pa Gjuhën, por ditën e sotme kanë sjellë materiale të shumta për të vërtetuar vrasjen e djalit të tyre nga dëshmitarët okular. Dhe na keni vënë në dispozicion për ta lënë nënën pak më të qetë, nuk dua që ditën e sotme vetëm një fjalë që ti do jesh e fortë, dhe nëse ti nuk mundesh dot. Kam një vit e gjysmë tani, jo, munde. Kam një vit e ta them me sinqeritet, mund të jetë dhe vetëm vajza dhe ti mund ta lësh studion nëse nuk e përballon dot nga dhimbja. Do ta përballoj. Mirë, do të mbaj në studio nëse ti vendos që të rish këtu. Djalë shpirtin nësë, nuk kajme. Ju na keni vendosur në dispozicion disa materiale, sepse keni treguar në studion e emisionit Pa Gjuhën që në gjykatë nuk u thërritën asnjëherë dëshmitarët. Ndërkohë, i pari ka qenë Prifti. Si quhet në krah Prifti, ka qenë i pari i cili ka qenë dëshmitar okular momentin që është goditur vllai juaj. Keti ke shpatulla e Priftit, Aristirit. Aty ka qenë. Kur ka rënë Keti është mbështet pa i se ka mbajt dot i shkreti, se ishe peshe rënd, dhe Keti ka rënë dritën tokë. Aty kanë qenë dhe 2 çuna të tjerë, Sajmir Todo dhe Armand Daka. Po, që kanë qenë prezent aty në atë sekond. Kur ka rënë vllai poshtë. Të cilët nuk janë marrë në pyetje asnjëherë? Vetëm atë ditë që u bë vrasja, nuk kanë marrë nga një deklarim. Dhe nuk u thirrën në gjyq që ta dëshmonin, ta deklaronin. Ju i keni ndjek të gjithë seancat gjyqësore? Po, gjitha. Gjitha, vetëm unë, mama, 2 motrat e tjera, asnjë tjetër. Por çfarë ka shprehur Prifti pikërisht për ditën që ndodhi ngjarja, mëngjesin e 1 tetorit të vitit 2024, pranë portës së kishës së fshatit Ndërmënas të Libofshit në Fier, le ta ndjekim në këto momente. Ke bërë me lafe me gjanin tim të thë, shko, ka i këtë, po e kështu që puna, më bërgjëm, kush jeti thaj? Unë i tha këti, ja, kush jeti thaj, dhe sa vjesje, edhe, pa ndjenja, pa, është këti që me dorë qepë. Me dorë në gjepa për me dorë mbrapa? Gjepa, nuk duke shfare, ishe me dorë, ishe pa pregatitur. Se këti hatë në gjysë, lesë ka dhe për të punë. Edhe kjo bënë në gjysë. Në gjysë e pasë, në gjysë për me dorë e? Jo, në gjysë pasë, në për momenti, të mune të pamë, ra, e tha, u rata.
Janë keqë. E dashur, do ta nis me ty intervistën pikërisht për ngjarjen e rëndë që keni humbur nga ky jetë vllajin. Ju keni deklaruar në emisionin e parë që autori ka treguar përpara trupi gjykues se e ka goditur për vetë mbrojtje. Dhe ti sot ke sjell të dëshmi të priftit për treguar se atë ditë ai ka qenë me duar në xhepa dhe prifti e thotë që është goditur pa mendje. Po, e vërtetë është. Kurse ai ashtu do thotë, ai mund të thotë edhe se qellova fare, po thënë e qellova se do më kisha frikë se më qellonte ai më përpara. Dhe me keqja, e të keqes është se përdosin emrin e vllajt akoma, thonë që ishte përdorues lëndës narkotike dhe unë kisha frikë. Dhe i kam thënë atë ditë në gjyq, po ti ishe përdoruesi lëndëve narkotike, vllai im do ishe ti në dhe vllai im do ishe në atë kafaz ku je ti. Do ishe ndryshe, se vllai im nuk prekte një mizë. Arriti që i rrinte një plëm afër me durën në xhepa, ta dinte që ai da qëllonte. Se vllai im ishte s'ka fjalë thuash ta përshkruash. Ndërkohë, ju keni folur gjatë me priftin, i cili sot refuzon të flasi? Jo. Është i gatshëm. I gatshëm në çdo moment. I gatshëm në çdo moment. Dhe dëshmitarët, të gatshëm në çdo moment. Habitem pse s'na thrasin neve. Pse nuk na thrasin që ne të themi tamam si ka ndodhur ngjarja. Po mirë më fali, ju keni marrë një avokat gjatë procesit, sepse kodi procedurës penale e lejon tani jep të drejtën dhe viktimave, familjes e viktimit të marrin avokat. Ju keni pasur një avokat gjatë këtij procesi gjyqësor? Po. Bile, kur kemi qenë në seancën e parë, gjykatja Ilaria Kroj ka thënë ju jeni të vetëdijshëm se ju mbron prokurori, se ne dilnim kundër prokurorit se të gjitha gjërat që thoshte prokurori ishin ndryshe për ndryshe. Dhe kishim në avokatin ton brenda. 2 fjalë ka thënë avokati, nuk e lindë gjykatja të ngrihesh. Jo, avokati ka të drejtë. Me keqjave dosjen e ka marrë unë para 2 ditësh. Çfarë do bënda avokati im? Si, në momentin e fundit të gjyqit? Në bërkurrën ka marrë unë dosjen, e ka marrë unë vetë dorasi, gjyqi është bërë të premten. Si vendimi apo ka filluar? Filloi gjyqi. Po mirë, shumë mirë, ka patur kohë, se janë bërë disa seanca. Nuk e linda ajo avokati. Nuk e linda. Ka dëgjuar vetëm mamin tim, po. Është e vërtet, më mau duhet e saj. Shiko, avokati ka të drejtë të parashtrojë pretendimet e veta, të kërkojë që të thirrën dëshmitarët, të bëjë ankime, deri dhe në përjashtimin e gjyqtarit nga i trup gjykues. Kemi bërë në të gjitha ankesat, s'kemi marrë asnjë përgjigje. Kam 2, bile 2 kam këtu. Ai ka bërë avokati këto gjëra. Po, gjitha. Po, duke menduar që në këta dëshmitarë nuk janë thërritur në seancë gjyqësore, kjo familje ka vendosur që këta dëshmitarë nëpërmjet këtyre videove t'i sjellë live në këtë transmetim. Por çfarë ka thënë prifti, i cili me video dhe me zë tregon momentin që ka ndodhur ngjarja në 1 tetor, vendin dhe ku është goditur dhe se si ka rënë 48 vjeçari Alket Voja, regjia do na ndihmoj. Po keti ku ishe kur ashtu? Ai më tërgoj që këtu më ku. Ja, këtu është javon, këtu është javon, këti është gjithë. Këti është gjithë. Ai nga erdhi? Ai janë dhe e drejtë. La makina ty dhe i drejtë. Ta pasaj? I që voj, janë 2 lava da. Po qaj haj, që? Po da, këto më betet e këtë bërëlave me gjajnë ti, këtë shasë. Do me thënë, dini që kishe bërëlave këti me te? Dha di unë se dijem faktisht kështë bërëlave Alketi, kur që lave, ku bënde Alketi lave me? Ku bënde lave Alketi? Edhe ata është ma... Me grush, nuk... Me grush, pam, shera i borru. E ka që në këtu, e këtu e këtu një bebe? Ja, të nga pashi, e shikoj, këtu e bam. E që në në bi, 2 metra gjallë. Nuk e di, ka delikat që nga njëri këtu? Nuk e di. Që bjen gjithë e divë. Një 2 metrash, gjallë 2 metrash, ai 2 si e qënë. Drejti me pëmë që kam bjellë këti. Po këj pragu? Tu, kuma në pragu, u prishti. Pragu. Ja pragu, atë më ta ka një rogetë? Që bëri pragu në? Po, që bëri këta që bëri shërë ladi, për këte? Ja, tu, ja. Për këte këtu, kajgjës? Kaj. 4 metra. Dima. Pa të pragu në ndaj kushe ka ven? Ate mu e shteti. Pa jo nuk ishte... Jo, si që bërë, i bënë tani pa. Ajo nuk pengo makina, për shumë nuk e pengo ladë qëllina? Ajo me i keq, ajo me i keq, kjo si që keq bërë. E, po se pengon ladin ajo kur vete për peshkë?
Po kur i prishin ata këtu, ishe këtu ti kur i prishin be? Jo, po unë isha në firmë. Kur i prishin? Në firmë, kur e thonë, ishim lëvë të ata, vazhdojnë. Ika nuk një ndërë të farë, do me shërë, ata ishe me polici, me të 10 veta. Atere për të qenë e qartë edhe për publikun, regjia të më ndihmoj me foton planin e madh të kishës për të kuptuar se çfarë kishte ndërtuar viktima, pse kishte nisur ky konflikt, foton e madhe të kishës, ju lutem, ma nxirri simbolim, të gjitha këto që po shikoni janë ndërtuar nga viktima, nga Alketi, Ky ishi ati Ketit. i cili pranë kishës ngriti dhe një plak të babait të tij, Sokrat Voja. Atere ndalojmë, stopojmë. Kisha dhe nënës do i drejtojmë, porta është ndërtuar Nga djali im, nga Alketi. muret përreth pemët e mbjella. Tërë i ka bërë Keti. Pra, ai ka bërë një bamirësi dhe një gjë. Baqa më ta në rruga me pemë, më në për kjark. Dhe në fillim të rrugës ka bërë dhe një mur ndalese për ndalimin e aksidenteve të shumta që ndodhin pikërisht në kjo rrugë. Nuk të gjysë më besë, hajtë një karros kështë kjo një karros larqë. Dhe personi që i mori jetën bashkëshatar nuk ishte dakord pse kisha e fshatit u bë kaq e bukur? Nuk ishte dakord. I thoshe Ketit që... Të pyesim atë. Po jetën shumë, ishtë beri pa përmbajtur. Pse e beri pa përmbajtur? Nuk donin ata. As vetë nuk beni dje, edhe djalin tim s'donin. Të bësh bamirësi dhe të humbësh jetën në Shqipëri ndodh. E dashur Nexhi, ky vendim gjykatës si ju duket, për të qenë korrekt dhe me ligjin? Para se të shkoj ke vendimin gjykatës, dua të them që me sa keni prezentuar në radhën e parë, se unë kish pash sytë e kësaj zonjën në televizor, para 2 ditësh, ishin gjithë kohën me lot dhe u bëra kurioze dhe janë ngrita zërin televizorit për të ndjekur emisionin. Është fatkeqësi shumë e madhe, është dhimbje e jashtëzakonshme dhe njerëzit ndonjëherë nuk çlirohen dot nga dhimbja kur arsyetojnë që pse ndodhi. Sepse ndonjëherë njeriu gjen arsye për ta qetësuar veten. Po kur nuk gjen dot arsye për ta qetësuar veten, nuk gjen dot as edhe një fjalë, po si thua, për ta zbutur pak dhimbjen apo për ta harruar pak e tjerë. Ka shumë të drejtë, është e jashtëzakonshme, 2 metra djalë, vllai mes 3 motrave, pak kohë kishte që i kishte vdekur dhe babai, dhe motivi i gjithë punës që ka bërë aty në kishë ka qenë pikërisht në respekt të shpirtit të babait, të investonte çfarë ai mundesh, aq më tepër që ka jetuar jashtë dhe i ka patur mundësitë ekonomike, jo t'i harxhoj për veten, se mund t'i kishte harxhuar për udhëtime, për dëshirat e veta, po për të ndihmuar komunitetin dhe sidomos për të t'i ardhur ndihmë të gjithë atyre besimtarve që shpirtin e vet e kanë të lidhur pikërisht me këtë besim. Më thënë, është si thuash një punë që kalon vlerat normale, po është një punë me vlera humane, njerëzore, po njëkohësisht fetare, është një punë që lidhet me, një investim që lidhet me shpirtrat e njerëzve. Dhe investimi më i madh i çdo njeriu në këtë jetë, është pikërisht për shpirtrat e tyre. Kështu që atë që ka bërë, e ka bërë në mënyrë shumë të fisme. Dhe ndoshta nuk e ka menduar kur që mbasi ka ndërtuar këtë port, ka mbjell pemët, ka sistemuar gjërat, e ka bërë si thua më të këndshme që në syrin e parë, për të u afruar për besimtarët, për të qenë jo thjesht një vend ku të ndezin qërin, por njëkohësisht një vend që ku prehet edhe syri përveç shpirtit, më tani të gjej, si thua, vdekjen në mënyrë të tillë tragjike është shumë e rëndë. Por vetëm pas pak, Nexhi, se më duhet bëj një shkëputje për të kaluar në reklama, do rikthehemi, pasi në pjesën e dytë do të kemi edhe pikërisht familjen e autorit që kërkon të reagojë ditën e sotme në këtë transmetim. Mirë, jemi rikthyer në pjesën e dytë të dashur miq, ku ditën e sotme po flasim për ngjarjen e rëndë të ndodhur në 1 tetor të vitit 2024, ku Alket Voja, një 48 vjeçar, u godit nga bashkëshortari i tij, Lorenc, i cili humbi jetën
pas 2 muajve në koma dhe sot familja e autorit kërkon të reagojë në këtë transmetim dhe të jetë xhaxhai i autorit Vladimir Shuli, pasi nëna dhe motra e viktimës kanë deklaruar që konfliktin fillimisht djali tyre, pra viktima, e ka pasur me zotin Vladimir Shuli dhe më pas ka qenë nipi i tij Lorenci, i cili ka shkuar pranë kishës dhe e ka goditur 48 vjeçarin, ku fatkeqësisht nga ajo goditje ai humbi jetën pas 2 muajve, por familja kërkon drejtësi pasi gjykata e shkallës së parë e dënoi vetëm me 7 vite fillimisht. Burg dhe gjykata e apelit kur u apelua ky vendim la në fuqi po shkallën e parë dhe kjo familje kërkon që zëri i tyre të dëgjohet dhe kërkon drejtësi sepse nuk janë dakord me vendimin e gjykatës. Dua të them se zoti Vladimir Shuli pas emisionit të parë ka kontaktuar dhe kërkon që të jetë ditën e sotme dhe të flasi. E kemi Zile në transmetim. Do presim që të përgjigjet. Zoti Shuli, përshëndetje. Përshëndetje. Odeta Dume ju kontakton nga emisioni Pa Gjurmë. Odeta, përshëndetje, Odeta. Unë të falenderoj që u përgjigje. Odeta, po si do të gjem, të qa? Ditën e sotme, në emisionin Pa Gjurmë është nëna dhe motra e viktimës për ngjarjen e rëndë të ndodhur në fshatin tuaj, ku pas një debati që ti pate me viktimën, nipi juaj e goditi dhe e goditja ishte fatale, i mori jetën. Të dëgjoj, Odeta, të dëgjoj. Unë kaq kisha, tani do të dëgjoj unë. Odeta, unë për momentin nuk jam shpinë, por me gjithë atë për të folur mund të flas. Po pra, ju keni kërkuar që të flisni dhe unë prandaj ju mora. Po unë kisha më mirë që të vija, unë prandaj thash dje që do vi vetë. Atëherë ne të presim dhe në studio, pa dyshim nëse ti dëshiron të vish ne të presim, por më lejo të bëj pyetje dhe të më kthesh përgjigje. Çfarë ndodhi mes teje dhe viktimës? Mes me viktimës vetëm sharja, asgjë tjetër nuk ka pasur asnjë problem. Sharje për çfarë? Për çfarë nisi ky konflikt? Po nuk vetë këtu ku jam unë tani më zonjë, unë jam Nuk ka lidhje se ku ndodhesh Vladimir, unë vetëm thjesht po të pyes, për çfarë nisi konflikti mes jush dhe viktimës? Sepse ishte bërë, që i thonë ta në gjuhën e këtyre, ishte bërë një litar, në gjysmë në rrugës kryesore, ishte i bërë një litar për betoni. Po? Dhe unë nuk i kam thënë viktimës, fare për këta, po i kam thënë xhaxhait të viktimës. Po? I kam thënë xhaxhait. E qartë, por ju çfarë funksioni keni? Le të themi në vendi ku jetoni që kërkoni të llogari viktimës pse ai bënte këto punime, sepse ka institucione që mund të bëjmë denoncime dhe të prishën ndërtime pa leje nëse quhen kështu. Nuk ishte bërë asnjë lloj denoncimi nga ana ime, zonjë, fare. Këtë po ju them zoti Vladimir. Ju çfarë funksioni keni që i keni dhënë urdhër viktimës t'i prishi të gjithë ato që kishte ndërtuar pranë kishës? Nuk i kam thënë viktimës fare që prishin, nuk kam kontaktuar fare në viktimën, vetëm xhaxhait. I kam thënë që keni bërë gabim dhe keni bërë se ne kalojmë në të poshtë aty dhe nuk di dhe na pengon dhe litari që se bërë shumë i lartë. Ju nuk keni patur asnjëherë një kontakt, një përplasje fizike me viktimën? Ka qenë ditë tjetër, nuk ka qenë atë ditë. Po pra, po ju pyes, prandaj ju pyeta, nuk po them çfarë ndodhi në 1 tetor. Të pyeta se çfarë konflikti ke pasur ti me viktimën? Po fara asnjë që ditën tjetër viktima më ka dalë fara në orën 2:20. Po? Më ka shënë, unë nuk kam qenë vetëm zonjë, kam qenë një moshatar tjetër 70 vjeç, kemi qenë 2 veta. Po? Më ka dalë për para, më ka shtarë loj dhe soj. Dhe unë kam zbritur nga motori fare, ka dëshmimtar, kam zbritur nga motori, kam qenë volat motori. Ju ka ofenduar. Po, më ka shtarë. Mund të flasësh, e dashur, mund t'i flasësh e t'ja bësh pyetjen vetë. Është motra e viktimës. Unë nuk kam punë me motrë, unë ato që kam pato për ceni, kam të nëzojnë. E qartë, por këto akuza dhe kjo histori është rrëfyer nga familja e viktimës. Dhe kështu... Ka dhe dëshmitar. Dakor, po dhe unë me dëshmitar kam qenë dëshmitar në vend me mua. A i po thotë se viktima fillimisht e ka ofenduar. Jo, nuk është e vërtet. Po tani nuk ofendon. Por pas atij momenti që ai të ka ofenduar, çfarë ndodhi më pas? Asnjë gjë ka ndodhur. Ke xhaxhai? Ke shkuar ke xhaxhai? Se vrau. Jo, kam ikur në punë. Ke shkuar ke llaçi? Çai ke thënë llaçit? Po, i kam thënë llaçin në darkë. Po. I kam thënë, po,
I kam thënë tuk shumë ka ndodhur. Jo çuk shumë thuaj me fjalë. Çfarë i ke thënë? I kam thënë vllajt se ai nuk pyet, më ka dalë përpara, më ka shkruar çuk. Pastaj? Dhe ai i kam thënë vllajt, po ja shumë kam dhe unë 2 çuna. I ke thënë kam dhe unë 2 çuna? Vetë nesme atë. Nuk kam 2 çuna, unë kam 1 çunë. Jo, e ke thënë ti me një gjithë nipojnë, kam dhe unë 2 çuna. Jo, fare, si që vërtet. Nuk është e vërtet, ë? Fare. Latë Shuli. Dhe i dërgove një qëmit nesme dhe veç shkove në fjerë, gjoja nuk ishe aty. Fare, se të vërtet. I ke kaluar me motor si për kemës ketit. Ka dëshmitar, është Agim Bushja, është Hajmir Todo. Nuk është e vërtet fare, se unë kam qenë me dëshmimtar, kam qenë me sollë ndreko. E di shumë mirë që ke qenë me sollë ndreko dhe të kam bajtë solli, e di shumë mirë. Më kam bajtë sollë fare, dhe sollë më kapi me dorë fare, dhe unë kam britur në materë. I dashur Vladimir, se për shkak edhe të kohës televizive, unë dua të pyes, por nipi juaj, e kuptoj, ke pasur ti konflikt me Alketin, por nipi juaj pse shkoj dhe e goditi, ku i mori jetën? Kjo dua di. Unë ditën tjetër ka dokumenta, ka kamera, ditën tjetër në orën 8 po më teret, kam qenë në fjerë, kam denoncuar. E qartë, por nipi juaj. Si shkoj nipi juaj, nga u informua nipi juaj që ti kishe pasur një përplasje me Alketin, sa i ka shkuar në emrin e Latë Shulit. O zonjë, nuk ka shkuar një tim fare, nipi im. Jo, po nipi ka shkuar se ka goditur, sa i është dënuar për këtë punë. Këtë së më hondot. O zonjë, kër ka ndodhur njarja, atje kanë qenë mbi 20 vjetë në zboforë. Pra, dëgjuam dhe Priftin. Atër unë kam dëshmin e Priftit dhe jam transparente, Vladimir. Prifti ka qenë me figurë dhe me zë, live në Report TV ku ka treguar, vetëm për para pak minutave, që isha me Alketin dhe a i erdi, i kishtë në duar në gjep dhe i gjuajti pa mëndje. Mirë më zonjë, nuk të kështë e pa më shqyët mua për këtë punë të një. Pa mirë, Ti kërkove. Po pëse më pyet mua, por nipi juaj e ka bërë këtë veprim, ndërkohë që Alketi nuk e njinte. Po duhesh ti brenda pasur konfliktin. Duhesh ti brenda atje, jo nipi jon. Duhesh ti brenda. Dhe do hysh mos ti me natë. Mua do më pyetës për këtë problemin tim, apo do më pyetës për nipin tani? Po pra, po jo, unë do pyes për gjithë ngjarjen, zoti Vladimir. Unë do pyes, të lutem, zoti Vladimir, unë do pyes për gjithë ngjarjen. Unë më fal, ndoshta po ngrem zërin këtu, kështu që ti jemi dhe pak të qetë, sepse ndoshta në transmetim del keq dhe dukemi sikur jemi kundra jush. Unë nuk jam askushi të ngërgishtin për askënd dhe të akuzoj. Unë jam i gazetari që zëri çdo qytetarit lejoj të dëgjohet këtu. Kam nënën e viktimës, kam dhe familjarin e autorit, jeni ju në këtë studio ku po ju jap kohën televizive dhe po ju dëgjoj. Nuk jam unë autori, unë nuk e di. Je familjari, a është tipi juaj, Lorenz Shuli? A jeni xhaxhai ju? Po. Pa ju jeni familjar? Odeta është nxitësi. Të lutem. Zoti Vladimir. Jo, është nxitësi, pra ky është gjithë ajo. Pra, po e pyes, zoti Vladimir, ajo që ne nuk kuptojmë dhe na i shpjego, konfliktin e ke pasur ti me viktimën. Pse nipi... Sa po e the, pra, viktima më ka ofenduar. Do të thotë ti kishe një konflikt me viktimën. Pse çove nipi? Pse nipi vajti e goditi, këtë s'kuptojmë ne. Po pastaj nuk e duam se të mua përse. Shiko? Po kjo nuk ka kuptim tani kjo përgjigje pse më pyet mua. Ka çfarë thot? Është deri ngryp. Sepse nuk po bëjmë fjalë për një person që erdhi nga një qytet tjetër, nga një shtet tjetër dhe s'ka lidhje me ty, është nipi juaj. Unë për të ngjarje nuk i kam thënë as djalit tim, për ato sherrën që bëm që u sham me atë djalin. Djalin e ruajti ti. Nuk e kam thënë as djalit tim, po minnesme mëjes kam vetëm policia kam denoncuar. Po tani, logjikisht, Vladimir, logjikisht, të lutem, kjo është e kuptueshme që nipi e ka marrë vesh konfliktin tuaj të xhaxhait dhe ka vajtur në mbrojtjen tuaj. Ata janë rrallë me lopata vëllezër në shpikta, pse çove djalin tim e nuk çove djalin tënd, i ka marrë policia, këto janë fakte. Janë rrallë me lopata në shpikta. Mos të dalim në probleme personale. Jo, po ish paramendim. E mbyllim këtu Odeta, e mbyllim këtu. Nuk do, e mbyllim sot. Mos të kalojmë, po Nexhi, mos kalojmë dhe në gjëra. Ndalemi te konflikti, tek ajo që ju dhëm ju zemra. Ky është ideatori, sepse ky bëri plan në mbjes, vetë shkoj në fjerë, gjoja do bëhet ankesën, nipin e dërgoj ke vllai im që domos kam lidhje. Të lutem, se du të kaloj edhe në reklamën tjetër, po. Po, dua të them një gjë tani që ka interes jo thjesht për sot, po për gjithmonë. Të gjitha këto gjëra që thotë nëna dhe motra e viktimës
janë gjëra që duhet sqaruar në sallën e gjykimit. Sepse nuk është juriste zonja, nuk është avokate, gjyqtare tjerë dhe thotë, pse pikërisht doli ky nipi? Nga e mori vesh që kishte patur një konflikt. Mirën tabulatet. Domethënë del që jo, ai mund ta ketë takuar dhe në shtëpi, se i kishte nipin e vet. Po domethënë ky në një farë kuptimi është bashkëpunëtor në këtë histori, sepse ky në vend që t'i sheshonte, se burr më i vjetër, në vend t'i sheshonte konfliktet, edhe kur ndodhin ndonjëherë, atëherë ky ka gjetur një rrugë për të marrë, si thua, hak, se gjoja e ka ofenduar ai një tjetri. Pra, është një lloj bashkëpunëtori. Prandaj dhe unë ndjej keq tani që nuk përgjigjesh dot dhe e mbylli, domethënë përgjigjet e tij në këtë emision televiziv. Llogarit, sa qytetar në Republikën e Shqipërisë kanë probleme të tilla, si ky që po trajtojmë sot, që nuk marrin zgjidhjen e duhur në organet e drejtësisë. Detyrohen që të vinë në emision televiziv. Atëherë dëgjoni shumë mirë ju që bëni komente në rrjetet sociale, në YouTube, në Facebook e tjerë. Qofse s'do të ishte media, nëse zot kishte emisione të tilla, kur të denoncohen pa drejtësitë që i bëhen një nëne, një viktime, një motre e tjerë, ku do ta kërkojnë këta të drejtën? Llogarit. Tani ndoshta do ta them tamam se çfarë përfaqëson si vepër penale kjo. Por unë dua të them një gjë tjetër, që këto çështje do t'i ndiqte avokati i palës, pra avokati juaj, prokurori duhet insistonte që ta zbulonte në themel çfarë ka ndodhur. Pse u qelluar në një mënyrë të tillë, nga buronte kjo akmarrje, nga buronte ky inat, cila ishte përgjegjësia e prifti. Po e prifti, domethënë ka leje, s'kishte leje, është drejta e tij që t'i japi lejen që të bëhen ndërtimet aty brenda. Ky qytetar, pikërisht ky që doli sot në këtë emision televiziv, atë ditë vjen nga denoncimi, tha, polici. Po, atëherë domethënë ky e mori vesh pati një konflikt, pse nuk e denoncoi? Pse duhet shonte nipin, ta futi në burg edhe nipin? Domethënë çfarë janë këto njerëz që nuk njohin ligj, nuk njohin shtet dhe bëjnë veprime të tilla që nuk janë gabime. Këto janë përgjegjësi penale që çojnë deri dhe në një viktim, një djalë 47 vjeç e bëjnë të vdekur nga një grusht që se di se si ka qenë ai grusht, se është fatal. Prandaj them të falenderojmë media të rëndësishme, jo ato që abuzojnë, të cilat denoncojnë se çfarë ndodh edhe në sallat gjyqit të mbyllura. Dhe çfarë ndodh dhe në rajonet e policisë ku denoncohen, se çfarë ndodh me një nën, me një motër, me 3 motra që ndoshta s'kan fuqi, ndoshta dhe mundësi financiare për të ndjekur, për të marrë një avokat të rëndësishëm, për ta bërë publike diku, pra për t'i gjetur të gjitha mënyrat që të shkojë drejta deri në fund. Ne nuk po japim këtu të drejtën ose ti ke bërë këtë. Ne po diskutojmë parim, megjithëse do të them edhe gjëra të tjera të cilat kanë të bëjnë pikërisht me përgjegjësinë që ka ky person i cili nga gjykata e Fierit është dënuar 7 vjet. Mirë, të bëjmë një shkëputje, mirë, jemi sërish bashk live, në fakt jemi në minutat e fundit e Dashur Nexhi, e dashur nën që e veshur me të zeza dhe gjatë gjithë kohës ke qarë në këtë transmetim dhe një motër e veshur me të zeza që vetëm ka lotuar dhe gjatë kohës së reklamave duke parë fotot e Alketit, një 48 vjeçar që u largua nga kjo jetë në formën më të rëndë të mundshme, duke bërë bamirësi për vendlidhjen e tij, u vra nga bashkëfshatari. Nexhi nuk kam shumë kohë televizive. Po e them atëre. Ky vendim gjykate i dënuar me 7 vite, por pastaj gjykimi i shkurtuar edhe zbret. Një të tretën dhe i bie 4 vite pak, një vite para burgim që quhet, 3 vite pak muaj kanë ngelur në total. Po, kjo është llogaritja që bëhet në këtë rast. Por vepra penale për të cilën duhet përgjigjesh personi që ka bërë këtë gjë, është plagosje e rëndë me dashje për pasojë vdekjen e personit. Është neni 88 i kodit penal që parashikon dënimi nga 5 vjet deri në 15 vjet burg. Kur jepet dënimi nga ana e një trupe gjykuese, siç është ky i rastit Fierit, për të nxjerrë përgjegjësinë e personit që është autor i kësaj vepre penale, shikohen çfarë përfaqëson ai person, pra cili është personaliteti i tij, rrethanat e ngjarjes, ku ndodhi, qa i shkoj në shtëpi, ky e provokoi qyshtek, apo ishte pikërisht përpara kishës. Shifet qëllimi, motivi, pse e bëri këtë vepër, ky autor, pse e bëri këtë.
Tjetër, mjeti me të cilin e ka goditur, do më thënë ka qenë një mjet aq i rënd, do më thënë ai sikur është përgatitur se me një grusht të thjesht, do më thënë kjo të bën pak çudin që shkakton një gjendje kome gati 2 muaj dhe pasaj edhe vdes. Pra merren disa rrethana, prandaj dhe masa e dënimit varion nga 5 deri në 15 vjet burg. Tani atje ka qenë një trup gjykuse, më vjen keq që dhe gjykata e apelit shkalla e dytë, pra që ku vendimi merr formë të prerë e kalon ato 7 vjet burg, me gjykim të shkurtuar dhe kohën e paraburgimit ai bën gati 3 vjet, është një gjë domethënë për atë pasojën që ka sjell, kanë të drejtë nëna, motrat që shqetësohen, domethënë i duket që nuk është një dënim që i përgjigjet asaj që ai ka bërë, ndërkohë që ka bërë një vepër bamirësie dhe nuk ishte qëllim as që dëmtonte komunitetin, as të dëmtonte persona konkret, pra nuk është, ai s'ka pat asnjë motiv të keq, përkundërzi duhet vlerësuar për atë që ka bërë. Dhe tani kanë të drejtën ligjore që të bëjnë ankimin në gjykatën e lartë, duhet shpresuar, në gjykatën e lartë njerëzit i gjithë kanë besim se ka trupa gjykuse që janë, si thua, njohës shumë të mirë të ligjit, po kanë dhe një integritet, e studiojnë gjën më në thellësi në të gjitha rrethanet dhe për juve marrja e dënimit për aq sa ai ka bërë, pra ajo si thua dënimi i merituar, siç thot populli ynë, do të jetë ndoshta një ngushëllim për ju. Lehtësim për ne. Por ajo që mua më prek shumë në këtë ngjarje, përpost çfarë ndodhi që një 48 vjeçar humbi jetën nga bashkësatari i tij. Gjykata e dënoi dhe familja nuk është, le të themi, dakord me të vendim gjykate. Ajo që mua më bën akoma të ndihem keq është që kjo nën, e cila në përkujtimore vendos të bëjë një pllakë dhe ta vendosi pikërisht tek vendi ku ndodhi krimi, i hiqet ajo pllakë. Kush e ka hequr atë pllakë? Ka vënë mund, po Nuk u thon. I nuk u thon me ka vënë unë. janë ankuar këta. Ato që bëhen, për ta sqaruar jo thjesht për rastin tuaj, se duhet edhe ta verifikosh, ta shikosh konkretisht. Natyrisht nëse është brenda kufive të kishës, Në portën e në kollonën e portës. Është një punë që zgjidh vet kisha aty. Sepse dhe ajo nuk është thjesht një person, dhe ata kanë një, si thua, një këshill drejtues, dhe për të cilët marrin dhe vendim. Në qoftë se po pra, është një gjë. Dhe në qoftë se ka një ankesë nga qytetarë, nga fshatarët e tjerë, ata duhet i drejtohen administratorit që ka ai fshat, dhe atje të paraqesin pretendimet e tyre, dhe çdo gjë të bëhet në mënyrë njerëzore, sepse edhe në mënyrë ligjore, sepse edhe për një mur të ndërtuar, jo në vendin e duhur, ka një komision, ka një urdhër, merret një vendim, jo më për një vepër që ka të bëjë me një përkujtimore në të fundit. Po shkojmë drejt fundit, më duhet bëjmë mbylljen. Do të shikoja që ka të pllakën që thonë që është pse u hojta pllaka. Ajo ishte në kolonën e portës, me lotët e gjakut të mamit, nuk është e marrë as nga interneti, as nga këto që bën, që dalin në TikTok. Qartë, një përkujtimore që të dhëm shpirti kur e peqe ja këshin hequr vllai im që duhet bënte dhe rrugën. Mami ime bëri rrugën dhe në nder të kësaj rruge vuri atë pllakën. Pse pas vdekjes së vllait ju keni bërë dhe rrugën? Tani një muaj ka. Në nder të vllait, keni bërë dhe rrugën aty te kisha të fshati. Rruga si pra vazhdon bamirësia e kësaj familje. Ishte fustani bardhi nusës së Ketit, se nuk u marrë. Uroj që drejtësia të shkojë në vend, nëse vërtet nuk e bardhë nusës së Alketit. Nuk është hetuar dhe nuk është marrë dënimi i merituar, gjykata është që vendos, por një mesazh të fundit dhe do e mbyll me ju. Unë dua drejtësi, vetëm drejtësi, i bëjnë thirrje dhe kryeministrit Zotit Edi Rama, të verin dorë në prokuror, në gjykata, mos të tallen me nënat si puna ime. Unë uroj që ai të jeti parajsës dhe dhimbjen ta kthesh në forcë. Mirë, falenderoj Nenci që të pata në studio, të falenderoj. Kemi ardhur në fund edhe për ditën e sotme. Ju falenderoj dhe ju që ndruat me mua. Takojmë bashkë nesër. Mirupafshim.